Na ishte dikur, sjell tregimin njeriu që shiti kullën e Eiffel 2 herë, përkthyer dhe përshtatur nga miku jon Fatmir Shqari. Kur Lustig kreu këtë mashtrim, kulla Eiffel ishte në gjendje të keqe dhe mirëmbajtja e saj kushtonte një pasuri. Gazetat pariziene diskutonin hapur mundësinë e shembjes ose shitjes së saj si hekurishte. Ky fakt i dha një ide brillante Lustigut. Ai u prezantua si një zyrtar i rëndësishëm i Ministrisë së Postave dhe Telegrafëve. Falsifikoi letra zyrtare mes temën e Republikës dhe ftoi 6 tregtar të hekurishteve për një darkë konfidenciale në Hotel de Crillon, hoteli më luksoz i Parisit në atë kohë. Viktima që ra prej e mashtrimit të parë ishte André Poisson, një tregtar ambicioz. Ai i dha Lustigut rreth 250.000 franka ari dhe një pushtet të madh, duke besuar se po përfitonte një mundësi unike për të bërë biznes. Lustig dhe bashkëpunëtori i tij, Dan Collins, u larguan me tren drejt Vienës, ndërsa Poisson, i turpëruar, nuk guxoi ta denonconte kurrë. Por Lustig nuk ndali aty. Një muaj më vonë, ai u kthye në Paris dhe e provokoi sërish të njëjtin mashtrim me një grup tjetër tregtarësh. Këtë herë, një nga të ftuarit dyshoi dhe shkoi në polici. Lustig e kuptoi rrezikun dhe u largua me trenin e fundit për në Havre, më pas në SBA me anijen Majestic. Policia franceze e kërkoi, por ai ishte tashmë larg. Legjenda e thotë se ai e shiti kullën Eiffel 6-7 herë, por e vërteta është se Lustig e shiti vetëm 2 herë. Më vonë u kap në SBA për falsifikim dollarësh dhe e përfundoi jetën në Alcatraz në vitin 1947. Në listën e tij të famshme, 10 rregullat e një mashtruesi të mirë, Lustig shkroi: "Kurrë mos u mashtro nga lakmia jote." Një këshill që vetë ai nuk e ndoqi kurrë. Kështu Victor Lustig, mashtruesi që arriti të shiste një nga simbolet më të famshme të Parisit, mbetet një nga emrat më të pabesueshëm në historinë e mashtrimeve. Një histori e guximit, genialitetit kriminal dhe lakmisë njerëzore. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.